Rritja e ekonomisë së vendit solli dhe rritjen e pagave të mjekëve. Kështu u shpreh gjatë një inspektimi në Spitalin Rajonal të Lezhës kryeministri Edi Rama, i cili sqaroi se do të rishikohet dhe skema e vjetërsisë së punës. Të indeksimit edhe të vjetërsisë në punë nuk është se nuk kemi ditë përpara, po s'ka qenë mundësie. Tani që ekonomia po na ndihmon, kemi më shumë mundësi, e kemi vendos edhe për mësuesit edhe për punëtorët e policisë dhe për ushtaratët. Një tjetër çështje që u prek nga kreu i qeverisë ishte dhe rritja e kapaciteteve të shërbimit onkologjik në 7 spitale rajonale të vendit. Fantastike është decentralizimi i shërbimit onkologjik, edhe krijimi i bërthamave të shërbimit edhe të kimioterapisë është diçka fantastike, sepse do ta afroj shumë më tepër me njerëzit shërbimin edhe do lehtësoj shumë. Një pjesë atyre problemeve që janë jo rruga, jo pritja, jo në ato kushte sidomos, plus edhe për familjarët se duhet të shoqërojnë. Gjatë vizitës, Rama u shoqërua nga Ministria e Shëndetësisë Evis Sala, e cila u shpreh se tashmë janë gati protokollet e reja onkologjike, të hartuara në bashkëpunim me Institutin e Tumoreve në Milano.